kushtetuesët që kanë për obligim dhe detyrim. Edhe nëse ndonjë parti, këtë rast Lëvizja Vendendose, nuk dëshiron me ndryshu kandidatin, duhet me gjetë një formë tjetër për të realizuar dhe për të arritur një tejkalim të kësaj gjendje, por absolut nuk guxojnë, nuk duhet të tolerohet një model të tillë karshi një interesit publik. E lemo të gjithë deputetët marrin para, i shfrytëzojnë benefitet e tyre, e të njëjtin ku edhe luksi me të cilën ata thirrën në benefitet me të cilën kanë si deputet, e që vetëm një rol e luajnë. Ata shkojnë me një seancë në 2 minuta e 17 sekonda, apo 5 minuta, 7 minuta në ketë 2 ditë që një ditë po, një ditë jo, e që i gëzojnë të gjitha autoritetet, që ka më e keqja, që ata janë duke shfrytzuar çdo benefit, mos flasmi që i shfrytëzojnë hapësirat e mundësit të ndryshme, kur asnjë mundësi nuk kanë dhënë apo nuk japin për interesin publik, e që fatkeqësisht vetëm betimi i tyre është legjitim deri më tash, e asnjë rol të tyre nuk e luajnë si qytetar, si deputet që ka marrë besimin e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Teksa në fakt i përdorim privilegjin që e kanë si deputet apo jo. Edhe kur flasim për konstituimin e kuvendit, zot Rigoashi, a kemi mbetur pengi një përgjigje nga gjykata kushtetuese, i referuam kërkesës që Aleanca për Harmoninë e Kosovës e ka bërë drejtuar kësaj gjykate. Unë e besoj që procedura dhe proceset në këtë institucion shumë të rëndësishëm në Republikën e Kosovës janë procedura që duhet të janë më serioze, janë duke shtirur mundësit, sepse është një procedurë me të cilën kanë kohë, kanë periudhë kohore për të trajtuar një lëndë. Sa e kanë? Sepse edhe sot e morëm një përgjigje edhe një deklarim publik që kishte dhënë gjykata kushtetuese që janë duke trajtuar me prioritet. Domthonë unë e pajtona sepse ata nuk mund të nxjerrin një vendim. Nëse një kuvend apo një stat është duke krijuar një stat të tillë, sepse shpesh herë këto stata nuk parashojnë një rrethon të tillë, por në Kosovë ndodh gjithçka, edhe mund të ndodhë që një parti fituese mendon pa një marrëveshje politike, pa një mundësi të bashkëpunimi me partitë opozitare, të krijojnë një institucion apo të krijojnë një mekanizëm të vet për të realizuar qëllimet e tyre. Gjërat që ndodhin në Kosovë shpesh herë nuk mund të digjesh as nëpër shtetet më të varfra, më të ulta me në mendësi e leje mo që ndonjëherë planifikohet. Ne e dim që vendimi i gjykatës kushtetuese e ka dhënë një mundësi që partia fituese e propozon kandidatin, e është i vetmja mundësi. Por është duke propozuar për të 34-ën herë dhe për 34-ën herë, por thuhet jo. Partia fituese ka për obligim dhe detyrim që mi themeluam i ndërtu institucionet sepse e ka marrë besimin nga qytetari. Mbi bazën e kësaj është e obliguar dhe detyruar që të bëj arritjen e një marrëveshje dhe të gjej mënyrën e bashkëpunimit edhe me partitë opozitare. Partitë opozitare kanë dhënë disa propozime. Disa prej tyre kanë qenë ndryshoni kandidatin, disa prej tyre kanë kërkuar që të bëjmë një qeveri unitetit edhe të gjejmë mënyrën për të kaluar këtë stat. Domthonë propozuesi nuk ka gjetë asnjë mundësi, asnjë komunikim për ta krijuar një mundësi të tillë. E kemi një propozim që ka është vetëm formë e irritimit që konsideroj që ka irritu lidhjen demokratike, njëherë duke fyrë, njëherë duke bë krahasime, pastaj duke propozuar ne jemi mundësie barabartë dhe mundësi alternative që mund të kemi bashkëqeverisje me lidhjen demokratike. Por asese nuk ka qenë serioziteti i tyre për të kaluar për të gjetur zgjidhje në